Aktakuza është një pamflet i thjesht, ndërsa teoria e kauzalitetit është një marrëzi e madhe. Kështu deklaroi në fjalën hyrëse Petre Shilegov, avokat i të akuzuarit Shefket Haziri, i punësuar në Ministrinë e Ekonomisë në rastin e tragjedisë në Koçan. Ai akuzoi për selektivitet në procedurë dhe për mospërputhje logjike në aktakuzë. Licenca lëshohet çdo vit dhe me këtë ndërpritet vlefshmëria e saj paraprake. Prandaj, ajo e vitit 2013 nuk mund të ketë fuqi juridike për funksionimin e diskoklubit, tha Shilegov. Обвинителя, ако ни твърдевте на нас дека постоел тој јавашлук, шо правевте вие 13 години во Кочан? Шо правевте? Ако ја прифатиме вашата теорија, вие... окей, јас кажав ништо лично. Ако ја прифатиме ваквата теорија, тогаш обвинителот требаше да го слуша, а не да го чита обвинителниот акт. Мислам дека обвинителството треба да го повлече предметот. Квалитетно да го сработи. Në fjalën e tij, Elenko Milanov, avokat i Zoran Nikolovskit, ish i punësuar në Ministrinë e Ekonomisë, tha se Nikolovski në vitin 2013, kur ishte bërë kërkesa për licencë, kishte kërkuar mendim nga Inspektorati Shtetëror i Tregut nëse ishin plotësuar kushtet. Herën e parë, Inspektorati kishte dhënë përgjigje negative, pas së cilës Nikolovski kishte refuzuar licencën. Pas kërkesës së dytë, ai mori përgjigje pozitive nga Inspektorati dhe më pas u dha pëlqimi për plotësimin e kushteve. Не мораше да бара записникот ДПИ. Побара. Која е кривичната одговорност или каузална врска со ова постапување на Зоран Николовски со настанот во 25-та година на овој пожар. Në procesin e sotëm gjyqësor, përveç për Hazirin dhe Nikolovskin, fjalë hyrëse dhanë edhe mbrojtësit e Bekim Haxhiut, Arlinda Kasapit dhe Razmena Çekiç Durović, të gjithë të punësuar në Ministrinë e Ekonomisë. Fjalë hyrëse dhanë edhe mbrojtësit e inspektorëve të Tregut, Mile Ampov, Blaşka Eftimova, Vesna Kuzmanovska dhe Emil Mitev, si dhe i akuzuari Aleksandr Nacev, pronari i Agjencisë së Sigurimit Rubicon.